Prej fillimit të kohës, njerëzit kanë kërkuar kuptimin e jetës. Cili është qëllimi ynë në këtë botë? Çfarë qëndron përtej asaj që mund të shohim dhe prekim? Për miliona besimtarë të fesë islame, përgjigja është e qartë. Besimi në Allah, krijuesi i çdo gjëje. Si besimtar, unë pranoj të vërtetën absolute, atë të vërtetë që lidhet me ekzistencën e Zotit, i cili është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, është ai që ka krijuar këtë univers dhe mbi bazën e kësaj të vërtete, njeriu duhet ta ndërtojë jetën e tij, duhet ta strukturojë jetën e tij, duhet ta formosojë ashtu siç na ka formosuar vetë Allahu në anën fizike, ne duhet edhe jetën tonë shpirtërore ta ndërtojmë mbi bazën e këtij rregulli në të cilin funksionon gjithësia dhe universi. Zoti e përmbledh në fakt në 2 ajete kuranore qëllimin e ardhjes tonë në këtë botë. E para që njeriu të adhurojë krijuesin e tij, të adhurojë Zotin e tij, ai që të ka bërë të mundë të jetosh, pra ti të ekzistosh. E dyta, qëllimi i njeriu në këtë botë është edhe të jetë mëkëmbës i Zotit në tokë. Thot Zoti Gjereshanu në Kur'an, nuk i kam kriju këtë gjindë dhe njerëz vetë për të madhuru mu. Pas adhurimit të Allahut, respektit prindve, shkruva mirë me njëri tjetrin, dashuria mes njëri tjetrit, se s'kemi ardhur këtë botë të rinë këtu. Kemi ardhur inshallah të jemi vepër të mirë dhe të shkojmë tek Allah. I lutemi Allahut na i lehtësoj dynjan e ahiretin. Të them të drejtën, ka kohë që praktikoj parimet e fesë islame, mundohem që të jemi rregullt në ato që quhen ibadetet bazë të fesë islame, rregullat mbi të cilat njihet Zoti, adhurohet Allahu dhe sot nuk e kuptoj më jetën time nëse do të ishim pa ibadete të tilla, pa praktika të tilla që me të cilat unë gjithçka në jetë mundohem që ta planifikoj në lidhje me pikërisht me zbatimin e këtyre rregullave. Falenderoj Zotin që thurse ka kthi demokracia, ne i përkushtohemi urdhrave të Allah. Edhe mundohemi ta përhapi. Me nxënës tek xhamia, me të afërt, me farefisin, me të madhin, me të vogël, kush ka nevojë gjend me pranë, sikur me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Rreth besimit janë bërë përkufizime ndryshme, por për mendimin tim besimi është i jetuarit me Allahun në çdo moment. Pra në jetën tonë, në familjen tonë, në shoqërinë tonë ku ne jetojmë, veprat tona, sjelljet tona t'i ndërtojmë në bazë të marrëdhënies tonë me Zotin, pra të jetojmë me Zotin në çdo moment të jetës tonë. Besimi në Allah është themeli i Islamit. Allahu, një dhe i vetëm, është krijuesi dhe mbajtësi i gjithçkaje në univers. Në suren El Ihlas të Kuranit, Allahu është përshkruar si një, i vetëm, i pashoq. Ky besim në njësinë dhe madhështinë e Allahut është një udhëzim për jetën e çdo muslimani, duke e udhëhequr në çdo hap të jetës së tij. Njeriu nëpërmjet besimit gjen dhe forcën më të madhe për të përballuar të gjitha zhvillimet e jetës. Jeta është e mbushur me zhvillimet e saj. Nëpërmjet besimit, apo besimtari e ka më të kollajt që të përballojë të gjitha zhvillimet, pse jo dhe sprovat, sepse jeta ka dhe sprovat e saj. Besimi i jep kuptim fakte dhe jetës. Besimtari ka më të qartë, çdo gjë e adreson tek Zoti, i mbështetet Zotit dhe pret dhe shpreson vetëm prej Zotit. Zbatimi këtyre rregullave më jep edhe një ndihmë tjetër, sepse më lidh me atë që quhet veshje takvas. Më ndihmon që kjo veshje prej udhëtari të më ndihmoj edhe ndaj rreziqeve që ka jeta, më ndihmon edhe kur jam mirë, edhe kur ndjehem keq. Kur jam mirë, të mos e të kaloj me gëzimin tim, kur jam keq, të bëj durim, të mbështetem tek Allahu krijues dhe jeta të ecën në formën më të mirë për mua. Kur flasim për besimin, do të kemi parasysh që feja islame ka 3 dimensione kryesore. Dimensioni i parë është besimi, i dyti është adhurimi dhe i treti është morali. Pra kur flasim për besimin dhe në mungesën e adhurimit, do thotë që kemi një besim të dobët. Prandaj që këta 3 dimensione duhet të bashkohen bashkë. Dhe e kanë krahasuar fen me temën.
rënja e saj është besimi, uji që ujitet rënja e pemës është adhurimi dhe frutet e saj janë moralet. Prandaj kur ne ujisim rënjën e pemës, do thotë që ajo pemë nxjerr dhe fruta. Dhe nëse ne këtë besim e shoqërojmë me adhurim, që është ushqimi i tij, normalisht do dalin edhe frytet e besimit tonë, që janë moralet dhe sjelljet tona në jetën ku ne jetojmë. Përvojat personale janë të ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Unë nuk është se kam kaluar sakrifica të shumta në jetën time, por njoh edhe njerëz të cilët kanë kaluar vështirësi të shumta, por ato vështirësi që më ka rezervuar jeta, mendoj se i kam kaluar me dinjitet, me besimin në Zot së pari, duke u mbështetur tek ai, kam fituar një lloj qetësie, një lloj garancie në kalimin e sfidave që ka jeta. Qoftë në anën personale, qoftë në jetën familjare, qoftë edhe në jetën profesionale. Vështirësitë janë të shumta, aq më shumë që në kohën e sotme duket sikur janë shtuar disi, por gjithsesi qetësia që të jep besimi në Zotin, siguria që të jep besimi islam, zbatimi i detyrave islame, të bën që t'i kalosh me durim dhe maturi të gjitha këto sfida. Dhe asesi të mos u fshihesh sfidave, por përkundrazi të përballesh me ato dhe t'i kalosh ashtu siç ti je i kënaqur vetë si person, ti je i kënaqur edhe shoqëria jote që të rrethon, po ti je i kënaqur në radh të parë edhe vetë krijuesi që të ka planifikuar këtë jetë. Besimi në Allah nuk është thjesht një aspekt shpirtëror, por një mënyrë jetese që i jep kuptim çdo veprimi, nga falja e namazit të përditshëm deri te aktet e pamirësisë dhe ndihma për të tjerët. Besimi në Allah udhëzon çdo aspekt të jetës. Udhëzimet e Kuranit dhe hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, janë udhërrëfyes për sjellje të mira dhe respekt ndaj të tjerëve. Besimtari në fakt ditën e tij, jetën e tij e ka të mbushur me praktika islame, po themi duaja, namazi, sadakaja, mirësjellja. Të gjitha këto janë një burim i përditshëm, një karikim i përditshëm i besimtarit. Në fakt e gjithë shoqëria njerëzore, vetë njeriu, i cili përbohet nga dy element, po themi ana materiale dhe ajo shpirtërore, e ka të nevojshme që të ketë një karikim. Dhe karikimi më i mirë i njeriut është pikërisht ato praktika që i përmendëm, leximi i Kuranit, duaja, lutja, sadakaja, mirësjellja. Të gjitha këto e karikojnë dhe e mbushin njeriun, e mbushin besimtarit, që ditën e tij, jetën e tij ta kaloj duke me një dinjitet normalisht, dhe kjo dinjitet e rrit gjithmonë dhe e lartëson njeriun, na lartëson neve. Që në fillim e përmenda që e vërteta absolute është e vërteta e besimit në Zotin, pra ekzistenca e vetë Zotit. Bashkë me këtë të vërtet vijnë edhe të vërtetat e tjera që është e vërteta e Kuranit, e vërteta e njerëzve që ka përzgjedhur Zoti për të udhëzuar njerëzimin, që janë të gjithë profetët. Dhe nëse ne u përmbahemi këtyre të vërtetave, edhe sfidat do të kalohen më me dinjitet nga njerëzit. Thjesht nga leximi i shpesht i Kuranit, i përditshëm i Kuranit, diçka kam kuptuar si besimtar. Jo që në fazat e para kur kam lexuar atë, por sa më shumë që e lexon, fiton më shumë pjekuri për ta kuptuar edhe më mirë Kuranin. Unë po jap thjesht një shembull, një ajet të Kuranit, ku thuhet illa alladhina tabu wa aslihu wa bayyanu, pra bën fjalë Allahu për ata të cilët gabojnë dhe pendohen për gabimet që kanë bërë, por pendimin e tyre e shoqërojnë edhe me përmirësim të punëve të tyre, dhe mëtej u shpjegojnë dhe njerëzve një gjë të tillë, ata janë të cilëve Allahu a pranon pendimet. Ata janë të cilët Allahu i ka shpëtuar në këtë botë, por ka përgatitur shpërblim edhe në botën tjetër. Pra, nëse njeriu përgjithsisht gabon, por nëse gabimet e tij i pranon, pendohet për gabimet që bën dhe pastaj përmirësohet dhe nuk kërkon që t'i përsërisë ato, dhe mëtej u shpjegon dhe njerëzve këtë bereqet të besimit, atëherë ai bëhet me të vërtetë edhe burim frymëzimi për familjen e tij dhe për shoqërinë ku jeton. Është e bukur, po themi, besimi jon, feja jon,
që në fakt bashkon mes adhurimit e ibadetit dhe veprimeve tjera, që në fakt edhe ato në qoftë se ato kryhen me një jetë me qëllim, ato kalojnë edhe ato në gradën e adhurimit dhe të ibadetit. Por më vjen në mendje fjala e profetit Muhammed a.s. Besimi është 70 e ca pjesë. Më e larta e besimit është fjala la ilaha illallah, pra njësimi i Zotit, dhe më e ulta është të largosh një pengesë nga rruga për njerëzit. Dhe thot profeti Muhammed a.s. dhe turpi është prej besimit, pra edhe një gjësit i turpi, pra feja jonë e llogarit prej besimit. Praktikat islame, po themi që nuk janë të drejt për drejta, po themi adhurim, kuptimin terminologjik, si që është përshëndetja, dhënia e dorës, buzëqeshja, respekti i mallit, respekti i profesorit, të gjitha këto, po themi në besimin ton, fen ton, janë praktika të shpërblyera, jo thjesht i japin kuptim jetës tonë, por edhe shpërblehen në botën tjetër. Atëherë së ndër organet më të rëndësishme të njerëzit është zemra e tij. Dhe si thot profeti selam, është një organ në trupin e njeriut në qoftë se ai është mirë edhe organet tjera janë mirë. Dhe në qoftë se ky organ nuk është në rregull dhe organet tjera nuk janë në rregull. Dhe ky lloj organi që është zemra, që flasin në mënyrë abstrakte ndoshta sepse shumë vepra, shumë sjellje reflektohen nga zemra. Allahu nuk shikon në pamjet dhe në pasuritë tuaja, mirë po shikon në zemrat dhe në punët tuaja. Dhe këtu është përmend në këtë hadith të hirshëm, zemra para veprave, për shkak se zemra është ajo që orienton veprën e njeriu dhe sjelljen e tij. Prandaj sa më shumë njerëzit ta ruajnë këtë organ dhe të kujdesen për këtë organ, normalisht edhe veprat e tyre do të jenë rezultat i urdhëresës së këtij organit që i komandon këta gjymtyr të trupit të njeriu. Këto detyra të cilat Allahu na ka lënë nëpërmjet fjalës së tij të lartë që është Kurani, janë aktet më të mira për të vesh atë që thash që është veshja e devotshmërisë, e njohjes ndaj Allahut dhe e jetesës në harmoni me gjithçka tjetër që ka krijuar Allahu përveç njeriu. Është shumë i çmueshëm, shumë i bukur, shumë i dëlirë, shumë i pasur. Pa besim s'do isha asgjë, me besim në Allahun jam gjithçka. Falenderoj Allahun kur zgjohem me gjithë mirat që mi ka falë Zoti, a ka më lumturi, ku i Zoti jep shëndetin, jep gjithë mirat, dhe jam shumë e pasur në shpirt se kam besimin në Zot e patundur. Edhe mundohem me gjithçka sikur një buzëqeshje të lumturoj dhe dikondi. Shpeshherja bëj këtë pyetje vetës, tani pas rreth 30 vitesh që unë e praktikoj besimin, e mendoj veten si do të isha unë nëse nuk do të falesha, si do të isha unë nëse nuk do të agjeroja, dhe më duket se do të isha si shumë të tjerë që përjetojnë strese, si shumë të tjerë që përjetojnë ankthe në jetën e tyre, kurse unë nuk i kam gjëra të tilla. Unë jetoj me Allahun çdo ditë, ato e kam më afër se sa damari i qafës. Kur i lutem ai më përgjigjet dhe unë ndjej përgjigjen e duave të mia që i bëj Allahut xhaleshanhu, dhe unë jam i kënaqur me kaderin që Allahu më ka përcaktuar. Jam shumë i kënaqur me Allahun. Besimi është një burim fuqie dhe mbështetje për njeriu, pasi Allahu kurrë nuk shgënjen. Besimtari e ndalon veten të angazhohet në vepra të këqija, sepse është i bindur që një ditë do të përballet me pasojat e çdo veprimi që ka bërë. Kjo bindje e thellë e motivon të veprojë drejt drejtësisë dhe ndershmërisë, duke pasur parasysh se Allahu është gjithnjë i pranishëm dhe sheh çdo veprim. Patjetër që besimi është fuqia më e madhe. Imagjinoje, po themi në jetën tonë të përditshme, kur ne kemi, po themi, ndihmë, kemi njerëz që na qëndrojnë pas, sa komode ndjen veten. Imagjinoj të ndjesh që ke me vete, po themi, krijuesin e botrave, që të gjitha dyert janë të hapura, mjafton që njeriu jeton në paqe me veten e tij, Zoti dëgjon lutjen e tij, duan e tij. Njeriu me besimin në Zot, se kont minut me qenë se flas për vete, se kont minut me Allahun e vërtet. Veç ajo nuk zgënjen. La ilaha illallah, sikur me s'ditë dhe ma, pa pushim, se është gjë më e bukur.
Si kur thot në ditë në gjikimi, la ilaha illallah tjetë në krajnë djatë, gjithësia në krajnë e majtë. Me fitu la ilaha illallah ke fitu inshallah me ndim të Allahut. La ilaha illa ente subhanek, inni kuntu mine dhalimin dhe shumë tjera si këta. Kjo lutja Junusit a.s. edhe la ilaha illa ente kërkoj tërheq mëshirën e Allahut. Subhanek i lartësuar është Allahu, ka i dërzon për gjithçka. E ne kështu shpresojmë ne, nëse kemi errësira, gjonja, sprova, besojmë në Allahun e patundur. Edhe njeriu që duket, po themi, më i fuqishmi në mesin e njerëzve, ka momente që ndoshta është edhe më i dobti. Por njeriu që mund të jetë i dobti në mesin e njerëzve, nëse ka me vetë Zotin, ai ka një fuqi të madhe, sepse fuqia besimit buron nga brenda. Kështu që na i mundsoj ta afrohemi me njëri tjetrin, të bëjmë iftare sa më shumë, t'japim sa më shumë, me atë që kemi, një buzëqeshje, një fjalë të mirë, edhe me qenë kusht të ketë, sikur thot profeti, jepi atij që s'jep, duj atë që s'don, shko mirë me atë që nuk shkon, shkoj atij që s'vjen. Cilat jetë e mundur, ne na bëft Allahu i vërtet që ta bëjmë diçka të mirë, si thot në Kur'an, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sikur sa një zera atomi të bësh mirë, Zoti se humb. Po mos ja rabi dhe sikur një zera atomi të bësh keq, edhe kjo nuk humbet. Realisht besimi në jetën e përditshme dhe në shoqërinë ku jetojmë ka një ndikim shumë të madh, por arsye se njerëzit në përgjithësi shikojnë veprat e tyre. Besimtari kur e ka besimin, duke bazuar tek hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam që Allahu është i mirë dhe do të mirën, mundohet që me tjetrin të jetë i mirë dhe të vepron në bazë të kësaj të mire. Kur bën një vepër e mendon, e llogarit se çfarë ndikimi do ketë dhe çfarë rezultati do ketë në botën tjetër, pasi Zoti i Madh do t'i shpërblen njerëzit në bazë të veprave që kanë bërë. Dhe besimi është ai i cili e rregullon veprën e njeriu dhe për shkak se besimtari ka frikë se ndoshta për shkak të veprës së tij të keqe mundet të meritojë dhe ndëshkimin në botën tjetër, atëherë ai stepet, ndalon dhe atë vepër të keqe që ndoshta mund ta bën mund të pendohet shumë shpejt dhe ta rregullon veten e tij dhe sjelljen e tij. Kur shohim madhështinë e krijimit, është e pamundur të mos ndjejmë mirënjohje për krijuesin. Në Kur'an, Allahu thot se shenjat e tij janë të dukshme në të gjitha gjërat që na rrethojnë. Kjo bukurie e natyrës është një pasqyrë e dashurisë dhe urtësisë së Allahut, dhe besimtarët e gjejnë Allahun si krijues dhe ruajtës, jo vetëm në fjalët e librit të shenjtë, por edhe në çdo detaj të natyrës. Po më duket që edhe vetë inteligjenca artificiale e sotshme po na ndihmon që ta kuptojmë më mirë këtë të vërtetë të Islamit. Të kuptojmë me çfarë programimi na ka programuar Allahu në këtë dynja. Dhe ne kemi misionin që të jetojmë në harmoni me këtë lloj programimi dhe të qenurit në harmoni me këtë lloj programimi është që të njohim me bindje Allahun xhelleshanuhu, t'i bëjmë ibadet atij, të zbatojmë ato detyra të cilat Allahu i ka projektuar për njerëzim dhe i ka dhënë edhe lirinë. Nëse do t'i zbatoj ato, ai do të shpërblehet për punën që ka bërë, e nëse nuk i zbaton, atëherë ai do të ndëshkohet për mos kryerjen e detyrave të tij si njeri. Faktikisht, kjo çështje është shumë e rëndësishme dhe përmendet edhe në Kur'an shpesh, për shkak se njeriu në vetvete është një krijesë shumë e vogël. Dhe nëse i qase me universit e shikon veten e tij shumë të dobët para krijuesit të gjithësisë që është madhështor. Profeti alayhi salatu vesselam thot në një hadith të tij që toka në krahasim me qiellin e parë sa një unaz në shkretet e tirës, dhe qielli i parë në krahasim me qiellin e dytë sa një unaz në mesin e shkretet të tirës, deri tek qielli i shtatë. Dhe qielli i shtatë në krahasim me arshin, thronin e Zotit krijuesit të gjithësisë, sa një unaz në mesin e shkretet të tirës. Dhe nëse njeriu e shikon këtë madhështi të madhe, ku Kur'an Zoti e fton të meditojë rreth kësaj madhështie, atij shtohet besimi edhe më tepër, pra bëhet besimtar më i fortë. Imagjinoni nëse ne ngjitemi në një lartësi apo një vend të lartë dhe shikojmë se sa i bukur është qielli dhe sa madhështor është ai, ne patjetër që do ndjehemi shumë mirë në jetën tonë, në shpirtin tonë
edhe zemra tonë qetësohet përballë kësaj madhështie të madhe dhe besimi në natyrshëm do të shtohet edhe më tepër. Për ata që nuk e njohin besimin islam, sot mendoj se është një pjesë e vogël e popullsisë së botës, pasi besimi islam sot është bërë i përbotshëm. Me informacionin që qarkullon sot, në shumë pak qaste që përhapet, besimi islam them se është përhapur ashtu siç e ka parashikuar edhe profeti Muhammed a.s. Ama ajo që kam si mesazh për ata të cilët do t'u pëlqente t'i referoheshin besimit islam, të shikonin thjesht natyrën, të krijesë të Allahut xhalleshanuhu dhe do gjenin një natyrë sa kontradiktore, aq edhe joshëse, sa një natyrë me kontraste, por aq edhe të rregullt në rregullsinë në ligjet e saj. Pra të duken si dy gjëra që janë të kundërta me njëra tjetrën, por që shkojnë në dualizëm. Dhe pikërisht ky dualizëm vihet edhe në fjalën e Allahut që është Kurani, ku përmend edhe dritën dhe errësirën, edhe natën edhe ditën. Përmend edhe të mirën edhe të keqen bashkë. Të gjitha këto janë edhe relative, por janë edhe të vërteta absolute. Pra në Kurani gjejmë të gjitha këto dhe kjo tregon se sa e vërtetë është fjala e Allahut. Kjo tregon që kjo fjalë vjen prej atij që është i vërteti, absolut, dhe që na e ka rrëfyer të vërtetën edhe neve, ne thjesht duhet ta ndjekim atë, ta kërkojmë dhe të gjejmë edhe lumturinë e kësaj bote, po me shpresë që tek Allahu të gjejmë edhe lumturinë e pasosur. Allahu Ekber, i lutëm Allahut me shpirt e me zemër t'ju udhëzoj të gjithë. S'ka gjë më i bukur si Islami, më paq, më i pasur, më harmoni, më dashuri, më pasuri se ti je në Islam. Besimi në Allah është një udhërrëfyes i fuqishëm për miliona muslimanë në të gjithë botën. Për ta, ky besim është një burim i paqes, dashurisë dhe drejtësisë. Në fund të fundit, besimi në Allah na kujton se ne jemi pjesë e një plani hyjnor të madh, që na mbështet dhe udhëheq në çdo hap të jetës, duke na sjellë paqe dhe kuptim të thellë për ekzistencën tonë.